Në shtëpinë Kuqezi ka nisur lëvizje të mëdha, me 7 korrik në Milanello starton zyrtarisht faza përgatitore për sezonin e ri, ku pritet të mungojnë vetëm Modric dhe Gimenez. Në këtë grup do të jetë përforcimi i ri Samuel Erici, i cili do të mbërrijë për vizitat mekësore. Marrëveshja me Torino është arritur për shifrën e 25 milionë eurove, duke përfshirë bonuset. Trajneri i Masti Milan Allegri ka në plan të rindërtojë totalisht mesfushën, me synimi për të shtuar cilësinë e çarkullimit të topit. Në këtë drejtim, drejtori sportiv i Iglitara vazhdon në ndjekje të mesfushorit Ardon Jashari. Gjithsesi, Club Brugge vazhdon të rezistojë, me një diferencë për 5 milionë eurosh nga oferta e Milanit. Shpresa vjen nga vetë futbollisti, i cili ka dhënë po Kuqezive. Në mesfush pritet gjithashtu dhe Luka Modric, i cili do të bashkohet me skuadrën pas përfundimit të Kupës së Botës për klube. Loftus-Cheek konsiderohet si pjesë strategjike e projektit dhe nuk do të largohet, përveç në rast të një oferte të parekzistueshme. E kundërta pritet të ndodhë me Musa, i cili është futur në listën e largimeve. Sa i përket dalave, Milani pritet të finalizojë shumë shpejt dhe shitjen e Theo Hernandez te Al Hilal për shifrën e 25 milionë eurove. Pas tyre zhvillime pritet edhe për lojtarët e tjerë si Adli, Benacer, Colombo, Chukwueze, Pobega, Emerson Royal. Ndërkohë mbrojtësi Malik Thiaw nuk ka dhënë ende një përgjigje përfundimtare për ofertën e Komës për 20 milionë eurosh.